Tash Ramushi, a I ka gjujt njerë dhe Ramushi ka thonë, më zgjujt se unë jam. Ramushi u plagos heret. Ja izolum dy që është plagën Ramushit, me do djath, me do peshkirë, se nuk qeshim në i gjo tjetër, se ishim në shpit huj. Dikur janë nisi edhe me i hup vedia Ramushit, se u lodhë shumë se gjakderdi a lodhë. Atë ditë, dhe me thonë, kanë qenë për mi 7-8.000 forca. Gazmendi agroni jënë ranë vand, jënë ra për helikopterit. Sniper. Po fatkeqësisht hinë forca serbe dhe më thonë për 15 minuta kanë mërit të shtëpia janë. Edhe na qonë në mes. Edhe të kuptuat që ata nuk janë orë 2-3-5 kamiona ose kamioneta ose... Si pas informata atë ditë, dhe më thonë kanë qenë për mi 7-8.000 forca. Që kanë në orë prej Gjakove, prej Peje, prej Deçanit. Në gjitha zonave... I dim edhe masanaj që në kanë të regu njerë që i kanë po të ardhë, më thonë, edhe na hynë mes edhe na qanë bashkë me himen, me Gazmendin edhe me Agronin, s'mujtën mu bashku me ne. Edhe dikush u ka thonë që e kanë sulmu shkollën në Glogjanit, ku kanë qenë fëmijat në shkolla, edhe ata një farforme kanë shku ka ajo pjesa me mujtë paka shumë mi qanë ashtë arrëthimin, me liru në zanzat edhe mu bashku me neve. Po fatkeqësisht janë vra atë ditë, Gazmendi Agroni janë ra në vand, janë vra për helikopterit, sniper. Hima vlau është plagu rand, edhe i ka marrë edhe 2 armë të aty në 2 shokve, Hima ka qenë as 16 vjeqarë s'ka qenë. I ka marrë edhe armë të shokve edhe, dhe me thonë mundësia s'ka pas mundësi me lidhë plagë ose diçka, edhe i ri edhe pa përvoj, edhe ka vdek dikun 1-2 kilometra ma poshtë. Ndërsa, atë ditë u zhvillu lufta, dhe me thonë, që thojnë muri. Atër jem bashku në atë tjerë të pika dhe jem shpërnda në fshat, nuk kem najt në për shpia, nuk kem najt një shpi, jem shpërnda do një shpi tjetër, 4-5 vetë. Dhe me thonë, unë e Dauti kem qenë, unë kam qenë më Ramushin një shpi, Dauti ka qenë baba dhe një pashkujt jem Zanela një shpi, Ilmia, Frasheri dhe motra me Remi kanë qenë një shpi, Shkallzeni, Enveri kanë qenë një shpi tjetër. Më thonë, këta jem konë që kem bo atë ditë luftën, dhe me thonë, edhe po fati keq Ramushi u plagos heret. Më thonë, u plagos dikon ka ora një e ka marrë plagën e parë, një gjys, dhe me thonë, se ka marrë plagën e parë në dorë, ka marrë në për të i qpune, se u luftojke shumë afer, dhe tash në atë shpi, u luftojke ishin Ilmia, edhe ish motra Ramushit, edhe Frasheri, edhe na tu mënu që jenë ata, po shpia kishë qenë e dame për gjystë. Me thonë që kur kanë qenë për para që 2 familje, por shpi me 2 hyrje. Me 2 hyrje. Edhe tash në hyrjen tjetër jënë hi forcat serbe, në hyrjen tjetër jënë konë tonë. Edhe tash Ramushi, a I ka gjujt njerë, dhe Ramushi ka thonë, më zgjujt se unë jam. Ramushi të menu që është jënë tonë, edhe u bëjke shumë se prej shparthimeve, prej bombave, prej granatave, mina hedhë sa këtyre, dhe me thonë, shikimi nuk ishtë I mirë shumë. A dhe po flasim për distancë shumë shkurta. Po flasim distancë 3 metra, 4 metra. Edhe, kur dalë 2 herë Ramushi, me thonë, më zgjujt se unë jem, ka gjujt me trumblanaj. Me thonë, kanë qenë një pjesë që unë e gjenë Kalashnikov, edhe një pjesë të trumblanaj, atëherë ka marrë Ramushin plagën e dytë, ka marrë në kofsh, edhe ka gjatronë. Po problemi është se nuk ishim mas ndim të parë, unë isha I ri, isha pa përvoj. Me thonë, ishin shumë gjana që nuk shkojshin në favor tonin. Edhe ishim vetëm unë Ramushin në shpi, edhe forcat serbe, ishim vetëm një muri. Me thonë, vesh një muri në dajke me mija forca serbe. Edhe, mas një periudhë, dhe me thonë, mas 3-4 ore, ja izolum dy që është plagën Ramushit, me do djath, me do peshkirë, se nuk qeshim në I gjo tjetër, se ishim në shpit huj, ishim në shpi të arben qërimit, që ta shot dëshmorë familja qërimaj. Edhe dikur janë nisi edhe me I hup vedia Ramushit, se u lodhë shumë se gjakderdi a lodhë. Gjakderdi e madhe. Edhe gjakderdi normal ko pas ko atëherë
e hup vetdijen. Edhe u lëramushi një pozicion të dera dhe të drejtorë, thash, rrej që tu nëse dhvija dikush që nej, mos e lësho. Po ish problemi se nuk ish shumë siguri ma. Se kish hup edhe dorën, dhe me thonë, ish shumë problem. Me leviz nuk më i me leviz ma. Atëherë më ka dasht mi majt, dhe me thonë, pozicionin vetën, më duke herën ka të parë, herën ka të dytë. Armatim, ke pas plumba, ke pas... Armatimi ka qenë kozha i kufizuar.